Moderatorja e njohur Bora Zemani feston ditëlindjen e saj. Besojeni apo jo, duke mbushur plot 33 vite jetë. Me këtë rast ajo ka marrë urime të shumta nga miq, koleg dhe ndjekës, ndërsa një nga urimet më të veçanta ka ardhur nga partneri i saj, aktori Donald Veshaj. Donald Veshaj ka shprehur publikisht dashurinë dhe urimet e tij për Bora Zemanin. Edhe 100 vjet partnere, shpresoj që jeta t'i realizojë të gjitha ëndrat që ke, se u lodha duke i dëgjuar ato shpesh. Të dua shumë, ta them aq shpesh sa duhet të shpik një fjalë tjetër në këtë ditë të veçantë për ty, shkroi Donaldi mes të tjerash. Na duhet të rikujtojmë se Bora Zemani dhe Donald Veshaj janë një çift mjaft i dashur për publikun shqiptar, dhe çdo paraqitje e tyre në rrjetet sociale kthehet menjëherë në lajm për fansat e tyre. Nga ana tjetër, Donald Veshaj është shkëputur totalisht nga televizioni, duke u përkushtuar pasionit e tij, pikturës. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.